Përshëndetje dashumiq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot ju kam sjellë një ëmbëlsirë teje të shijshme dhe të veçantë, e cila quhet portokallopita, është një ëmbëlsirë e shërbetosur, nuk përgatitet me miell si një kek i zakonshëm, përgatitet me semolina ose mund ta përgatisni me miell misri të imët. Do ju shpjegoj gjatë videos dhe mund ta përgatisni si të doni. Ka aromë dhe shije portokalli teje të theksuar dhe sa për shijen mund t'ju them se është një ndër ëmbëlsirat e mia më të preferuarat. Do vazhdojmë me përgatitjen e kekut. Në një tas shtojmë 3 vezë të plota, 150 gram sheqer ose 7 me 8 lugë gjelle, 50 ml vaj lule dielli ose 5-6 lugë gjelle. Aromë vanilje sipas dëshirës, çfarë të keni në shtëpi. Një brez me krip. Do na nevojiten 2 portokalle mesatare, të cilat pa u qeruar nga lëvorja, kështu që janë peshonin 500 gram. Do na nevojitet lëkura e 2 portokalleve. Do e largoni me kujdes me një rende, por vetëm pjesën e theksuar portokalli. Pra nuk na nevojitet pjesa e brendshme e lëkurës, aty ku fillon dhe zbardhet sepse del pak e hidhur. Do t'ju dalin prafërsisht një lugë gjelle me lëvore. E shtojmë dhe lëvoren brenda në tas. Do vazhdojmë duke qeruar portokallet. Siç ju thash, portokallet të pa qeruara peshonin 500 gram, ndërsa pasi kam larguar lëvoren i kam peshuar sërish dhe pjesa e brendshme e portokalleve ishte 320 gram. Pasi kam qeruar, i kam coptuar në këtë mënyrë në kubik të vegjël. Ja pra ku i kemi gati. Këtu të dashumiq keni 2 mënyra si ta përgatisni. Nëse keni blender shkop, do e përgatisni siç e kam bërë në video. Nëse nuk keni, mund ta bluani në blender tas. Do bluani vetëm portokallin dhe do e shtoni brenda në tas. Pjesën tjetër do trazoni me mikser ose tel. Nëse s'keni asgjë nga të dyja, atëherë do shtrydhni dhe do shtoni vetëm lëngun e portokallit. Pra sidoqoftë, kam dëshirë ta provoni me çfarë të mundeni. Do na nevojiten 2 lugë kafe të plota me fryrës baking powder ose pluhur pjekje, sido që ta quani. Është e mira ta sitisni sepse nga lagështia ngelen pak kokorriza. Dhe tani të na nevojiten 270 gram miell semolina, ndryshe e quhet ermik ose griz. Nëse nuk keni, mund ta zvendconi dhe me miell misri të imët. Gjithsej do ju nevojitet 1 gotë dhe gjys. Nëse keni gota të vogla, do ju nevojiten 2. Gjithsej peshonte 270 gram. Nëse do i peshoni, do ta keni më të sigurt të rezultatin. E shtojmë në 2 pjesë dhe e trazojmë vazhdimisht, derisa mielli të përthithet nga masa. Ja pra, brumin e kekut e kemi gati. Kam përdorur një tepsi 20 me 30 cm. Lyhem me pak vaj. E hapi mirë dhe në pransore. Do spërkasim pak me miell semolina ose miell misri, çfarë do që të përdorni, parafërsisht 1 lugë gjelle. Do e tundim mirë që të hapet në gjithë tepsinë dhe në pransore. Dhe hedhim masën e përgatitur në tepsi. Mund të përdorni edhe tepsi të rumbullakët, por duhet të kujdesni që me brum të mbushet vetëm 1/3 e tepsisë. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë, parafërsisht 45 me 50 minuta. Ndërkohë do vazhdojmë me përgatitjen e sherbetit. Do na nevojitet 500 gram sheqer ose 2 gota 250 ml. Të njëjtën peshë duam dhe ujë. 500 ml ujë, ose të njëjtat gota që do bëni matjen e sheqerit. 1 lugë kafe lëvore portokalli dhe në fund një fet me limon. E vendosim në zjarr që nga momenti që do filloj të marr val, do e lini parafërsisht 2 minuta që të zjej. Pas 2 minutash zjerje, largojmë nga zjarri dhe do jetë kështu si në video. Largojmë fetën e limonit dhe e lëmë më njanë që të ftohet. Ndërkohë, pas 45 minutash, keku është gati. Siç e shikoni dhe në video, do marrë një ngjyrë të bukur portokalli. Kështu që shëshin nxehtë, do largojmë nga zjarri, me një kunjë të provoni nëse është pjekur mirë dhe do vazhdojmë ta çpojmë disa herë me pirun ose kunjë dhëmbësh. Direkt në kek të nxehtë, të sapo larguar nga furra, do shtojmë sherbetin e vakët ose të ftohtë. Unë e përgatita sherbetin pasi vendosa në furrë kekun, ndaj dhe është i vakët, por dhe i ftohtë është shumë mirë. Ky lloj keku të dashumiq e pi shumë shpejt sherbetin, ndaj do e lini parafërsisht 10 minuta më njanë dhe më pas do e shikoni dhe vetë se sherbeti nuk duket më. E vendosim në një vend të freskët. Ndërkohë vazhdojmë me përgatitjen e kremit. 100 gram niseshte ose 5 lugë gjelle, 180 gram sheqer ose 9 lugë gjelle, 1 lugë kafe lëvore portokalli dhe 500 ml qumësht. Këtu të dashumiq duhet të kujdesni sepse është diçka shumë e rëndësishme.
Kremin do e përgatisi dhe me lëng portokalli, por nuk duhet absolutisht ta përzij bashkë me qumshin. Duhet të dini se te qumshi nuk duhet të përzijmë asnjëherë diçka acidike, siç është lëngu i portokallit në këtë rast, uthulla ose limoni. Nëse do shtoni diçka të tillë, qumshi do pritet. Pra, sikur përgatisim djathin të dashumiq, ku qumshin e presim me limon ose uthull. Ndaj do veproni në këtë mënyrë. Vendosni në zjarr qumshin derisa të trashet në këtë mënyrë dhe më pas do vazhdojmë do shtojmë pak nga pak lëng portokalli. Tenxherën ose diganin duhet ta kemi në zjarr vazhdimisht dhe do e trazojmë në këtë mënyrë. Do e ndani në 3-4 pjesë dhe do e përziheni në këtë mënyrë si në video. Kur ta vini re se portokalli është përthithur nga masa dhe është bërë kremos, do vazhdoni duke shtuar edhe pjesën tjetër. Do pak trazim të shpejtë dhe mos ta largoni as pak nga zjarri se përndryshe do t'ju bëhet kokla. Nëse doni diçka më të shpejtë ose më të thjeshtë, mund ta përgatisni vetëm me qumësht, pra do ju nevojite gjithsej 1 litër qumësht, ose nëse doni vetëm me lëng portokalli, por kujdesni që portokallet mos të jenë të tharta. Gjëja më e lehtë që mund të bëni të merrni puding të gatshëm. Nëse e merrni me vanilje, do shtoni pak lëvore portokalli që të marrë aromë portokalli. Mund ta përgatisni si të doni sipas dëshirës. Kështu që është nxehtë direkt e hodhëm sipër kekut. Sipër mbuloj me nailon foli, siç e shikoni edhe në video. E lëm për 3 orë derisa të ftohet plotësisht. Pas 3 orësh është gati. Nëse është dimër, nuk do ju nevojitet frigorifer. Largojmë nailon foli dhe mund ta dekoroni sipër sipas dëshirës. Unë shumë thjesht kam ngrirë pak çokoladë. Ju mund të shtoni pak ark kokosi, pak çokoladë të shkrirë ose sheqerka sipas dëshirës. Çokoladën mund ta ngrini si unë në video ose me një rende sipas mundësive. Është një ëmbëlsirë tejet e shijshme që duhet ta provoni. Ndaj dhe ja u tregova recetën me të gjitha detajet që mos të ngelet askush pa e provuar. Nëse ju pëlqejnë portokallet, kjo është ëmbëlsira më e mirë që mund të provoni. Ndaj dhe ja u tregova me të gjitha detajet, gjithashtu do I gjeni dhe të shkruajtura të gjithë përbërësit me lug dhe me gota. Dhe ëmbëlsira ka për t'ju dalë fiks siç e shikoni në video. Ja pra të dashumiq ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Nëse e provoni, punë të mbar dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë më dëgjofshim në recetën e radhës.